Në tregun e Çoles janë zhvendosur shumë pak tregtarë, të cilët kanë ushtruar aktivitetin e tyre në tregun e madh të qytetit, por që janë detyruar të shkojnë në këtë treg derisa të përfundojnë punimet për abilitimin e tij. Por tregtarët thonë se ende nuk e kanë ngritur punën, megjithëse ankohen për rënje të ndjeshme të fuqisë blerëse. Sipas tyre, edhe në tregun e madh nuk është se i kishin kushtet, ndaj investimi ishte i domosdoshëm, thonë ata, dhe shpresojnë që me rregullimin dhe përfundimin e projektit do të rikthehen sërish në vendet e tyre, ku prej vitesh kanë ushtruar aktivitetin për një punë më dinjitoze. Megjithatë, tregtarët shprehen optimist se puna edhe në tregun e Çoles do të ngrihet gradualisht. Ata cilët nuk kanë patur mundësi të marrin subjekte apo dyqane me qira kanë përfunduar në tregun e Çoles dhe janë në fakt shumë pak, vetëm 2 prej tyre. Po vete 15 ditë. Ka patur? Pa vash po e ngrëm punën. Ishit më mirë aty? Dëgjoj një qik. S'mund të thosh ishim më mirë, sepse dhe atje kishë rënë puna, por për shkak të kushteve që ishin atje dhe puna nuk ishte. Sepse njerëzit futeshin diskutuar, pa pasërtia, të gjitha ishin. Po shpresojmë që do të rregullojnë gjërat. Edhe sikur mos ketë punë këtu, do presim. Ata kanë marrë dyqane, kanë bërë zgjidhje tjetër, gjë që ne nuk e... S'kishit mundësi? Po, patjetër. Megjithatë këtu në ditë punoni, ka ditë që... Po, të themi mirë. Jo shumë mirë, po mirë. Përveç tregtare se cila tregton fruta perime, në tregun e Çoles është zhvendosur edhe një tregtar i tregut industrial. Edhe pse nuk lejohet në këtë treg për shkak se urdhri është dhënë për në tregun e Shumicës, tregtari thotë se mosha e thyer nuk e mundëson dot që të shkojë në tregun e Shumicës, pasi sipas tij aty është shumë larg, por edhe kushtet nuk janë. Moshe kaluar nuk mbete dot një ditë nartës, se erdha këtu se kam dhe banimin afër. Dhe ka miliona lekë. Ka patur punë? Po, punë s'ka, si ditë e parë, s'kem pas sefte, s'ka punë ti. Po në Jalliz, Në Jalli nuk vajta sepse jam mosh 75 vjetë. Tregu i Shumicës, Nuk kishe se s'kishte kushtet për shtatshme. Po tregtarë të tjerë kanë vajtur? Nuk kanë vajtur asnjë tregtar, asnjë. Por me atë edhe këtu nuk na lënë. Sepse thonë është për perime, duke pasur që këtu ka kështu industriale. Edhe nga perimet tonë nuk ka ardhur asnjë tavolinat bosh. Edhe më thonë që nuk do ju lënë. Ma thonë që nuk ashtu shkon në Jalli të nartës. Si do bëni, ku do shkoni? Unë do rri këtu, nuk shkoj asnjë. Po të tjerët ku kanë shkuar? Të tjerët kanë marrë dyqane, s'ka mundësi të marrë dyqane. Edhe punojnë në për dyqane. Tregtarët e tregut të madh të qytetit janë zhvendosur në tregun e Çoles, e ndërsa ky treg pritej që të kishte një numër të konsiderueshëm të këtyre tregtarëve, aty deri më tani janë vendosur vetëm 2 prej tyre, pasi pjesa më e madhe kanë marrë dyqane me qira rreth tregut të madh të qytetit.